Dalszą piesmat. Jemy sobie w szkole żaden, nie ręka szkola, matwiera komundowy, ale zrobimy. Pro jemy nie begraf, szаты nie mamy budu, jemy nie wędliny, nie szkrytary, nie sosy, gazetary, wędlary, nie szuar, pro mikrotor, a siebry, ale w trening. Pro sot na kamlera, to te tak chętka, szubry, treinajcy nie kazeło, was wędliny, dit dożur, porta Pruru ar viebre tite rodas, pra libre de tite funde, met titum cessate und ausstiftale. Po migo i bre, depois vedo mi begrafen, a jag ställer stiftale, kommentar i tas major, turkelson, eller när det gäller tror stiftale, har eller malag margat eller poetana till det brunn. I vrio ett under brunn på det fundet, bra fast luftas reduktören Norvegi, och postera som helst ni radio shop successmen, radio transportör med zuriat. Quadro de radios se ti transmitor di emissioni vital e ciutur necessar de una scrittore. Se se ne mulher sport com amigo, bascadatoren, bascutoren, e ti vepitoren, rusem gemal seferinga, klieska edrenisus na panim neurologi. Ai fiau com this sport. Ai un fiau com eu. Une tot care vezi cu un moment ani Varg, tădie rapsode popular, sunt кто Gaștipria de Periș, vien ideal malsie, vien tarire gatropoia, sien rezelirie. E une sunt tot la gatropoia sunt dacă arde mic șumici unor, dacă arde de zviem sadria, Kemi ndërveç të madhe çmuar aty në zërin e arbrit, në thesarme udave shqiptare, prandaj edhe shumë e falenderoj që ka gjetë mundësinë me moshën e shtyre për me probleme shëndetësore, por ka ardhur na nderu, edhe na ka zgjuar këtë ambient. Unë këtu tash do të tham edhe disa fjalë, pra po shpërndaj tash rastin. Kjo ka shtesë pak edhe çfarë të jemi janë. Ta përshëndesim pra bashkëpunëtorën e radios së Rekordi, mikun tonë Rustem Seferi, të gjithë musafirët e shumë të ardhur nga shumë vende, pra nga Tropoja, nga Drenica, nga Prishtina, nga Firizaje, nga Laçi, mikët feriale që kemi bashkëpunëtorë me familjar, nga Vitinja, nga Qaliko, njëse tjera të atletorë të dashur. Veçanërisht përshëndesim mikun tonë të shkrejt, pra shkaktarin e këtij Tubini, autorin e librit të fundit dhe të shumë libra tjerë, pra të madhin e Mrit Rena, I cili na kanë nderuar duke zgjedhur pas Begrazën për përurimin e librit dhe duke ardhur në Norvegji apo saçërisht pra për këtë takim. Edhe ky, që thamë më njerë se e ka një kohë shumë kufizuar që mendon se dora gjatë ose me shku për Norvegji në më këthy. Po që e vullneti fort ka ardhur po me neve, krejta e falenderoj për zemërsisht. Do t'ja fjallëm I nxënësës e vajzës kësaj shkolle, I nxënëse talentuar për Medina Gashi, ai do ta hapë këtë topë pra me një poezi të bukur, vjetë kush ka shkruar vjetë pos tjetër, pos miku të Mrit Rena. Gjithmonë të kanë për asu
që janë valët e të parve, është votra ime pasohë, shtëpi. Janë orat bukatore me tjerësën e prindve të nderuar. Sot Begratën e rinjollën Pikasollet, ndonë në dësh nga rruga asfaltuar. Sot lagjët, ljush, stanaj, haradinaj, tos, shep, tupan, kuqisht, gash, jaj, trin, fejsaj, nga rinia janë gjëllruar. Si tonë, është i pranë shumë edhe kryetari i komunës, do të komunit. Pra, zotë i Besim Ilazi, që në ka nderuar këtë pjesëmarrje, jemi shumë mirënjohës, po edhe më në fund duhet me theksu se po asfaltohet edhe këtë fshatin e Begratës. Jo në vetë po. Tena, është shkarkoj këtë i dobimit të dashër, inderuari ambasadorat, inderuari ministër, Renat Shala, inderuar me shok e të respektuar i udhëzën nga Shqipëria, që sot na kënë inderu, veçanërisht duhet falenderoj sidomos këta plesh morë që sot na kanë nderuar në këtë burim time. Jemi këtu sot pra në respekt të Imriu, i cili këtë vërtet po bandi fundjavë të ndëshmuar jo vetëm me shkrime, por sidomos me radio në Bullhesh, Norvegji, e që vazhdimisht dhe mediat e bashkëpunëtarëve të tarë po e mban në lidhje. Pra ky është një shembull dhe model për të tjerë për të vazhduar rrugën të cilët na kanë tracuar të parë. Përderisa para një shekulli historinë na e shkruajtën të tjerë. Pas asaj e shkruajtën shqipfolësit me diktatin e propagandës të tjerë. Sot tani më ka ardhur koha që historinë ta shkruajmë ashtu siç është, qoftë parë dhe zi. E themi këtë dhe pikërisht kjo është edhe ai stresari i odave të cilët sot përfurojnë. Imriu që vetërisht oda ishte faktori shqiptar. Nga se derisa historinë na shkruan të tjerë, oda tona e shkruan historinë ashtu më së miri, me këngë dhe me bisedat tona. Pra, kjo ishte ajo që na ruajtë historisë. Kurse sot ka ardhur koha që historinë ta shkruajmë ashtu me shkrimet që t'ia lëmë trashëgim gjeneralave të ardhshëm. Andaj edhe njerë duke e përgëzuar Imriun për punën që po bën, ky është një shembull për të tjerë, është një shembull që duhet ta ndjekin të tjerë. Edhe njerë përgëzimi dhe faleminderit Imrit për shkrimet që po ja lën dhe sarit më të mirë historisë. Faleminderit. Falenderoj kryetarin që na ka nderuar. Kam një obligim pak moral, që kam po të arsyeshëm organizatorët që të lexojnë një pozitë shkurt të një miku tonë shumë të shmuar të Radio Zërit të Armërit, dhe kemi një Haxhi Muhaxher, që edhe ai e udhëheq në radio nga Austri, po edhe ushim të parë. Ai unë adhetar, një shkrimtar, një bashkëpunëtor shumë i shmuar, pra një publicist senior, edhe e ka shkruar një vjersh shumë fort, të ne kemi po të arsye që ta lexojmë. Titulli i kësaj poezie është Lisat e Krenarisë. Me gjuhë perëndie, shpirti japin kohës, e më mendje ndërtojnë kalane e urtisë. Janë vetë shkolla e jetës, engjëll që mundin e rësirën, janë pishtarë të ndetur dhe triti ku japin legjendave. Burrat e odave tona janë lisat e krenarisë, që nderi bojnë flisit dhe rëndja ju përshon fjala. Kur burrat i zgjedhin enigmat, shqipet i kushtojnë lartësit e shtizjeve të jetës, lirë shumë merë ullë lukturia. Haxhi Muhaxher, pra. Tani kemi po të arsye që Nikoqiri i këtij tubimi, pra, drejtori i kësaj shkolle, një ish mësimi Bajram Bashi, do të thot disa fjalë, masi jemi edhe në shtëpinë e tij. Urdo Bajram.
Mirë se keni ardhur në promovimin e librit të bashkëvendasit tonë, shkrimtarit mërgëtar Zotërit Imre Tren. Kam nderin të përshëndes mysafir nga Shqipëria që bërën rrugë të gjatë për të marrë pjesë në këtë promovim të librit të salët të rrugave shqiptare. Në këtë tempo të detyruar gjatë këtij viti, patëm rastin të bëjmë promovimin edhe një libër tjetër të autorit Veri Arifi, vendanimet background komorbal së jetë kreatisht në vështrimin gjeohistorik. Prandaj, edhe një libër më parë në muajin maj e banëm nga shkrimtare e jonë po vendosjojnë e libër Luka mos ma pritni lutë. Prandaj, background pishtohet shkrimtarë dhe talent të ri dita ditës. Në këtë manifestim, ju dëshiroj edhe njëherë mirëseare, kurse autorit të librit dhe të gjithë të tjerë ju dëshiroj shëndet dhe jetë të gjatë. Shkollë për të pjallë dhe se nga ka organizim të tubim Tani, për një fjallë përfaqësore, eftojmë bashkëpunëtorin në ngusht Mikut i Trena, Rustem Gjemal Seferi, i pasar si familjes Rustem Seferi Pleshka, nga kemi ndëdru, po tash e kemi njohë të ma shumë, e cili pranë kontribut dhe meritor për sukses e Radio Zëve të Armënës, për botimin e librit fundit pranë, por edhe për bajtën e këtij takimi. Miku i Rustem Seferi me profesion hoq, po me gjatë me shumë aktivitete humanitare, me shumë aktivitete natyrës së tillë. Ka dhënë edhe po jetë një kontribut shumë prapë me organizu bërgatën tonë atje në Norvegji, për mbledhjen dhe rujtën e folklorit tonë burimor, ke mërgjimtarë dhe në sfera tjera tjetër. Ju përgëzojmë zoti Rustem, duke dëshiruar që edhe mërgjimtarë tjerë të morën shembull të sulm. Urdhroni pra miku ju të nderuar për një fjalë të lehtë. Në rastës kontrolli korporativ i kontrollit pa shumë nga perioda dhe që të nësën. E të nga beshboj, po pra shka ka dhe kënë shkru këtu, i falenderoj shumë për zamërsisht që këni marrë pjesë, po edhe me këtë shkrim që e kënë shkru, ma mirë nësë me gjatë shumë për shka ka dhe kënë shkru. Ju falenderoj që i ndëruri i profë të paciente, të dashëm të pranishëm. E falenderoj zotin që sot jemi me nesë bashkë me këtë shatë të bukur e që shumë herë me ka folë miku im Imre Trena. Për burat e këtij fshati me një fyje të ndërurin Berat Luzhë e të tjerë. Ju falenderit për mikpritje. Pastaj u jam mirë njës për arsëve të mi që jemi krenarë në ta ka të që shkojnë ku edhe sot e këzojnë të ri. E lusë të malin zotë të ishpërblej me gjenet prej se përkleskës e dhere të babaj i Gjemal Mardet Seferi. Pa haruar babën Halim që po tani për kra jetë të veçanë ndaj me jetë. Da bi për jetë tërë ata që dhanë jetën për Republikën e Kosovës. Edhe për shëndetje radhës prej shumë që janë këtu për zemë që realizumë shumë programe në ratën Zërin e Armës me në kryje mikun Imre Trena, i cili vetëm lullen gjellë kahtë që shkon e kurse si thera. Lëmë arir bengi, kënë kalën rapa. Do tjetë, zërë të shkisit. Miku Imre Trena, kurse hjek prej goje këtë fshatë të gazë. Po, që thëj, një stërë të qajupit, me dhe që toka, ku me karën koka. Po dhe miku im, Imre Trena, dhe vetë kur të shaharojnë, ku në kanë ra koka tona për shpore. Shëndetja e radhës është për disa që janë aktivë në emisionin të Zaret e Vodave Shqiptare, që s'janë fizikisht, por me mendje janë këtu. Dhe është Haxhi Mahajeri, është dhe Muzën Bala me bashkëshortën së tij, Xhim Futaliu, Isniu,
e sa të prej ka Sabri Bilonci, Gjevat Shpahiu, Suila nga, do me thonë, nga Shkodra, tash ka më dhe Gjem Sabrin këtu dhe këmë përshëndet, dhe me përshëndet, sa një herë dhe një të kite për ta. Sa një herë një përshëndet, për zemërsisht që nga këni ndërru edhe këni ardhë këtu për libën në fesarët e odave shqiptare, i falenderoj për zemërsisht. Falenderoj një këtë të pra, që ta disa fjallë një bukra, pra, tash po e lidhë më njerë këtu në pas fjallëve të Mikut Rustem, një poezi për burat e mëdhejt Kosovës, të autorit Parli Shyti, që kemi atë e bashkëpunëtor ngusht të Radio Zyrtarëve, pra, mësuesi, veterani arsimit tash pension, që edhe matutja është aktiv edhe në radio, edhe me aktivitete kulturore, dhe të recitoj pra arsimtarin pension Ali Moni një poezi për të burat të dhejt. Urdo, së Ali. Lijani që fillimisht të përshëndet të gjithve, pa dalim, por pa tjetër duhet veçele disa musafir që janë nga Shqipëria, ose në gjemë dhe juve të gjithve. Natyrisht edhe kryetari i Komendit Komunës Dr. Besim Milazit. Jemi privilegjuar dhe krenar që më është besuar që sot ta recitoj një poezi, ato e se cilës është Parli Shyti. Poezia është për burat e Kosovës të cilët kam përtuar gjaqë, duke u bazuar në thesarin e odave shqiptare. Shpletoj fletët mua histori, unë përshkruaj e vullos ti. Ti gjithmon një mësues e jetë, i shkruaj vargje se prekleshkës. Qysh në moshën e rinis, kishte pes e gjak trimris. Bashkë me isa buletinin, për Shqiprin ka dhanë betimin. Për Shqiprin, troje shqiptare, për të bërë Shqiprin e madhe. Qysh në lidhin e Prizrenit, undi zami i trim seferi. Se Perkleçka me gjak shqiptar, luftoj krajnë e pashalar. Nuk kurseu, as gjë të gjallë, as familjen ku ja kanë marrë. Se Perkleçka bashkë me shok, luft po banë kokë në kokë. Në Osmani e Stambolli, që donit të bëshit zotë këti trolli. Histori ti na mësove, trimat e kombit të studiove, epitetin ti u ke dhënë të vërtetën për komb kush janë. Ishte trim dhe luftëtar, noda burash ishte pesnar. Burë menqër e mendjeholl, lidhi dorasin këmbë dorë. Ja dërgoj hasmit e shpia, tani, draje, tregoj trimri, kur për jetë du me liru, dorë pajtimi i ka afru. Se Perkleçka, burë drenice, flak për shkonte Mitrovicës, buletini, po i qënë fjallë, unë pa tjetër ka me ardhë. Deri në dekje kur pandalë, luft me tuqë së dhe bulgarë, pushke ti shëndron të gati, për atë dhe ku tërë dhe gjatë. Kur pëshnije rënë, me tratishkja o pjakoj, se Perkleçka në bukë me tërgoj. Rahopec shumë e mundoj, edhe pse zunë rokë, kur njëherë se gjunizoj, ato e nisëm për Prishtinë, por në rrugë e përshkatuar. Atë ditë herë bitë tërpezë, si shrani i e zezë, për bardhecin që kanë dra, moj krasniqe, e ke pa? Gjaku i ti, të sollit dritën, që me vite ishte mërsirë. Ty tërpezë, të skuqën rrugë, me gjak e bive më të mirë, babe e birë i kanë da, një nga një i kanë dra. Por ata mes ne shjetojnë, i djalin sa të jetojnë.
se për kleçka burme nderë, a jeton zemra për herë, rruga ti pra vazhdoj, kur Halili e zavetsoj. Halili një burme nderë, burri shkat, qëtë herë, mbylli burgje, mbylli varre, pajtoj gjaqe dërshqiptar, pajtoj gjaqe në mes Drenicës, truat të shotës e azem Galicës. Në Kosovë e një shalën barë, ku shkoj aji, gjanku është falë. Tanë Kosovën kështu veprojnë, 200 gjaqe i pajtojnë, 200 burgje i rënojnë, 200 jetra i shpëtojnë. Ale kleçka qofë ndërua, vepra juaj të ndryshue, që pajtuat zemra shqiptare bashkë me shokë vëllët varre. Ale kleçka, ale seferi, këtyre burrave qofë ndërë, çdo shtëpi e çdo konaku bashkë me ju vëzit pinaku. Shumë tjerë një historia, si Mujloshi e Gjemalobria. Edhe këta ishin pishtarë, me pajtu gjake varë, me pajtim sukursyën, Hamir Guta e Bahti Deliu, rrugës të tyre dhe Gjen Lutani, Bares Mali e se Reshani. Për pajtim kem edhe një besnik që veproj në Kashani. Gjak shqiptarë kishtë tërbena, Arif Beki, Arif Trena. Aji veproj me drejtësi, shumë i prep në zhërtësi. Bojq pajtimit kombit ja keni, kështu thoshte Arif Beki Trena. Kishte bes, kishte pjarë, njën drejtë e faqebarë. Shtriju pajtimin gjëngjinarë, Arif Beki bashkë me shumë. Pjale ati peshon të në odë. Në qdo pajtim ku ka hi, duar tha nuk është ty. Sot, Kosova përqan me latë, që s'ka njës drejt, dikta dhe sot. Më frenu, familjet e mbyllën në tru, Halil Kleçka qojnë njëherë, bashkoj burën që këshin derë, me pajtu gjaqe që kanë petë, petre juaj, kur s'ka me vdekë. Falenderoj Trena, pra, para një të trastojnë, për me fuar partit social krasdore e librit pra, në Trenën, do të flasë pra, bashkëvendasi ynë, ish deputeti i Republikës Kosovës për 3 mandate, zotin Berat Luka. Sot i kemi në mesin tonë, në fshatën tonë, shkrimtarin, poetin, publicistin, gazetarin, mësuesin, shokun dhe mikun tonë të përbashkët, Imri Arif Trena. Imri është një burr i urtë, punëtor, shembullor, shumë modest, por edhe një veprimtar i palodhur e çështjes kombëtare. Në veçanti, kontributi i tij i përqëmuar është në mërgat në organizimin e mësimtarëve dhe si mësues në mbajtjen e mësimit plotësues për fëmijën e gjuhën shqipe. Imri Trena ka lindur në vitin 1961 në këtë fshat, nga jati Arif Beki, një burr i traditës, i njohur si njeri mençur, pajtuesi gjaqeve, shpuesi punarëve, si matës dhe ndarës i ngazdrave të tokave. Nëna Imrit
Imriut, gjithashtu ishte një grua fisnike e traditës shqiptare, e dashur, jo vetëm për djalin e saj, por edhe për shokët e djalit saj. Kur i shkon në shokët e Imriut në shtëpi, i priste dhe i përcjellte sikur djalin e saj. Qysh kur ishte fëmijë, familja e Imriut e ka lëshuar fshatin tonë dhe është vendosur në fshatin Fshin në Burgës. Shkolla fillore kreu në Kaçanik tjetër, ishte nxënësi mësuesit Malish në Kushës, të cilën aq shumë e adoron edhe sot. Shkollën e mesme e kreu në Ferizaj, fakultetin e agronomisë në Prishtinë. Edhe pse agronom i diplomuar asnjëherë nuk mundi të punojë në profesionin e vet. Për të siguruar ekzistencën, u detyrua të punojë edhe si punëtor i thjeshtë, roje natë. Pastaj siguroi një vend pune si mësues në Elezë. Gjatë viteve të paraluftës bashkëpunoi me shumë media, kryesisht me radiot lokale të asaj kohe, por edhe me gazeta, revista të ndryshme, duke publikuar poezi dhe shkrime të ndryshme gazetareske dhe letrare. Duat të theksoj se me Imriu kemi pas edhe takime ilegale, kemi biseduar atë kohë për çështjen kombëtare e politike dhe kemi shkëmbyer literaturë ilegale. Për fakt, ai ka shpëtuar burg. Gjatë luftës një kohë është strehuar në fshatin tonë, në lagjen e staneve, derisa valët e luftës e përplasin si qindra mira shqiptarë të tjerë në kampet e refugjatëve dhe pastaj në emigrim. Sot jeton me familje në Norvegji. Në shtetin skandinav, para më shumë se 17 vjetëve, Imriu ka mundur të themeloj një radio lokale në gjuhën shqipe e quajtur Zëri i Ardhur. Kjo radio sot funksionon në internet dhe dëgjohet në tërë botën me bashkëpunëtor të shumë nga tërë bota shqiptare. Bashkë me Rustem Gjemal Seferin nga Pleshka dhe Nisës, në kuadrët e radios, Imriu ka krijuar emisionin virtual Mesarët e Odës Shqiptare, ku dëgjues dhe bashkëpunëtor të shumë improvizojnë biseda tradicionale të odave shqiptare, duke treguar anekdota dhe tregime të ndryshme popullore. Këto tregime Imriu i ka nxjerrë në letër dhe në këtë mënyrë ka krijuar këtë libër që po e përorojmë sot. Libri Thesarët e Odave Shqiptare paraqet një mori anekdotash e tregimesh popullore dhe është i këndshëm për lexim. Të theksoj se Imri Tren është autori mbi 20 libra të ndryshëm. Ai punon në Norvegji edhe si mësues vullnetar i fëmijëve shqiptar me mësim plotësues në gjuhën shqipe. Është organizatori shumë ngjarjeve kulturore e arsimore të mërgjimtarëve shqiptarë në Norvegji. Dhe atë që dua ta theksoj posaçërisht, Imriu ka në shpirt një nostalgji të pakufishme për fshatin e tij të lindjes, për begrasën e tij. Edhe pse valët e jetës e kanë dëmtisur në përbot, ai mallin më të madh e ka dhe e shfash pikërisht për fshatin tonë, për vendlinjen e tij, ku i bëre hapat e parë të jetës. Imri, në emër të Pedrasës, të falenderojmë dhe të përgëzojmë për sukseset tuaja të mëdha. Pedrasa krenohet me Imri Tren. Me këtë rast nuk mundëm pa i falenderuar edhe një organizatorët e këtij tubimi simpatik, Rustem Seferin, Izet Kryvenjevën, Ali Manin, drejtorin e shkollës Baran Goshin e tjerë. Falenderim të posaçëm edhe për mysafirët që na kanë ardhur nga Republika e Shqipërisë, nga Tropoja Laçit, Haxha Sadri, Gjem Sadria, edhe Ferialja me kompani.
kryetarën e komunës që pa hezitim ka marrë pjesë, ka ardhur këtu, dhe ministrin Perashada. Falenderoj zotin Berat Luza për këtë fjalë. E kemi falë mësishme që t'ja afrojë mikrofonin pak atë zgjerë Sadria aty të vendi, që të na i thotë 2-3 fjalë. Me këtë mënyrë bukur e cila pasqyron traditat dhe zakonet e mira të popullit shqiptar. Jam shumë mirëllos, jam shumë i gëzuar që jam në këtë vend miqësor bashkëmirës vllazëror dhe i uroj autorët që të vazhdojnë në këtë rrugë të marrë me shokët e tij për të mirën e gjithë kombit shqiptar. Suksese në jetën e juaj. Faleminderit nga Dadjem, nga të nderu. Faleminderit. Tani, koradhën edhe personi që nga ka të busë, që nga ka bashku, pra, edhe po i thënë disa fjalë, edhe pse qështë një fëmijë mbretrena me familje ditë që të shka kështë lëshu këtu Begratën në qështë një para 20 viteve, edhe ka kalu me familje atë në qytetin e Gurës, pra, tani e dhjetë që 20 viteve që jeton në mërgjim atje në Norvegji, pra, a i kur nuk e ka harru për fshatë vetit të lindjes, ma dje për fshatën e ti ka shkruar edhe shumë libra dhe vjersha, pra kemi knatësin të aftojmë të për një fjallë rasti, edhe autor pra librit Sesarët e Odave Shqiptare, pra mikun dorë të përbashkët, Emre Arif Trebi. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri. Sot jam shumë i nderuar dhe i privilegjuar që jam në mesin tuaj. Me ju folë për emocionet, duhet orë, duhet ditë, duhet javë, duhet muajve, prapë se prapë nuk do të mund të paraqes atë që ndjej. Do shta do të përsëris disa gjëra që thanë kërkoj falje, do shta do të gaboj për arqitemia në emra, gjithashtu kërkoj falje. Por, më lejoni gjithsesi duhet i përsëris, ti përshëndes disa njerë që nga kanë vequar. Ne, edhe pse jemi në mërgim, po mosha imi me gjithat, si ka haruar traditat e vjetra të prindërve tanë, gjithmonë i kemi nderuar dhe kemi përshëndetur më të lartit. Andaj nëse përshëndes dhe njëherë, zotni Gjem Sadria me djarë që ka ardhur nga Margegaj, e propojës përkatësisht Marsia Gjakovës e di që nuk do të jetë e tepërt. Nëse përshëndes edhe zonët që kanë ardhur, një të gjuse e shkëlqyre radiozëritarëve, zonja Feriale Veselin dhe natyrisht edhe mësusja Liza Morti me 2 djemë, me siguri se edhe kjo e vlinë të përshëndet. Po tash, këmë ta përshëndes më parë. Do të kisha dasht që të gjithve t'ullëm veç e veç. Ta shprej modin që më ka djek që 20 vite, që më ka sjellë në këtë gjendje që po mirë që këtu ka në zënës dhe shumë të jeti që e lakmur kurbetin. Unë nuk guxoj të them që mos e merrni rrugën e gurbetit, sepse nuk di, jemi bërë gjithë orator, edhe e di që dikush më njerë të mbyll gojën, mirë po të po, nëse që ka ashtu gurbeti ferë, si që përne parashtron ti, se s'po vjenë në Kosovë, mundet, lirisht, mirë po, nuk do të flasë rrët kësaj, vetëm ata që janë gurbeti di. Vetëm ata që janë gurbet e di. Kaq.
Unë s'mundëm pa e përshëndet njerin e parë të kuvendit të komunës së Kashaniku, zotri Besimi Lazin dhe struktura tjera udhët. Faleminderit që keni ardhur zotri kryetar. Do ta përshëndes së njerë drejtorin e këtij tempulli të drejtorisë, që po mbas zemra mal në vendlindjen time, që është shoku shkollë kaq të bukur. Sepse e di çfarë kushte është punuar, po ajo ka qenë edhe më e bukur. Sepse aty me Fadel Gashin në gjeneratën time kemi luajtur futboll dhe i kemi ndarë emocionet e jetës. Do ta përshëndes edhe njeriu për cilin kam shumë respekt, Basim Berat Lusha. Gjithmonë kur kam folë për njerëzit e persekutuar, e të burgosur, tash 18 vite në Radio Zërin e Ardhrit, personifikim kryesor e kam Basim Berat. Jo pse është nuk i baj politika askujt, s'kam nevojë se dhe e pa të flasim. Mirë po, do të kisha bashkë t'ja dini vlerën. Falë Zotit se Begraca ka shumë intelektual. Më bë zemra mal kur i pash doktorat e shkencave, doktorat e nga lëmit të ndryshme. S'po i përmend me emër, po nëse më lejoni me përshëndet Fadil Gashin, që ka pas 8 vite në gjas, ndoshta edhe kjera më lejnë me përmend. Pastaj e kemi edhe një zonë, një grua shumë suksesshme, e cila prapë se prapë, edhe pse i talenti sa ishte i ndryrë, ndoshta për shkaq të arsye të ndryshme, natyrisht prindërit tanë, asnjë fjalë të keqe për prindërit tanë, kanë pas ato mentalitetet të tyre, natyrisht e dini shkollimi i femrës se si është zhvilluar, e dini edhe kush kanë qenë afërditat e para të këtij fshati, se unë jetoj me Begracën time. Unë e di kush ka qenë edhe Basat, edhe doktori, pastaj edhe mësuesja lumturi e tjerë kushtarë të klasës. Pra është fjallë për Zaria Mërsime. Ta përshëndesim, Zaria. Njëri që mas shumëti i dedikon një jetë pas prindëve në dërishë, edhe motër në shërizones që kam këto, vetë me motër. Edhe vëzërit që i kam këtu, në shëqerit Renën Elmasin, është mësuesi Malis Lusha. Para mësuesit Malis Lusha, jo që po harroj, unë e di që s'do t'i koordinoj gjërat, po keni durim sëtë, kam marrë me mërzit pak dhe me marrë kohë. Do të përshëndes dëshmorin e kombit mësuesin Shamili Lasi, komandant Barë. A i ka qenë arsimtari ju, në ka mësuar vetëm gjizjetorin e dytë, Fadilin e kam këtu Zarien, klasën e parë në ka mësu shumë mësues, klasën e dytë në ka mësuar gjizjetorin e parë Hasan Dela, pasaj edhe mësuesi i ndjerë tash, pra dëshmori kombit Shamili Lasi. Endë më rrënë para sfëshë të rajti, njëri dashtë, njëri urtë. Engjëll me plot kuptimin e fjallës. Radhë dëshmorë ndaj i përjetë shumë qoftë kujtimi për komandant Barën dhe gjithë dëshmorë të Kosovë, gjitha koharat të përveçme së Kosovës për të komunës Kashanikus. Në Saroni kemi edhe një dëshmorë nga fshati, jo pësë është i Agjestin, kemi kadrit rejnë, po kemi edhe një martir, është fjallë për Skënder Gashin, ndaj lavdia dhe atyre. Pak fjallë për mësuesi Malis Lusha. Mësuesi Malis Lusha, për në ka marrë klasën e tretë, prape kemi i kam shokët këto edhe ndërmëra Zaria, dishim pak me lezuar, 4-5 në zemës. Mësuesi Malis, për 2 vite, në ka bërë nëzësit më të daluar jonë 3 shkollat që ishën pra që përnë një kandër që ishën tërë nga përrejë fizike Begraca dhe Sagua. Në ka bërë nëzësit më të mirë në komunën e Kashanikus. Ka bashkuar
ka bashkëruar edhe gazeta Rivinja. Pastaj ne kemi marrë primatin dhe kemi prezentuar komunën e Kashanikut edhe në shumë gara tjera, se për shkollë po, qoftë biciklizëm, qoftë në sport në futboll, pastaj në kuizë, mirë po turin dhe, si themi, ashkërcimin e klasës son e ndalin shomunisti Radhe, e njëni jo Radhe dhe kamionistës, po flasë pra. A i nga ka pas ndërprej që naturisht në sapër. Kjo ka se më kërkoj fali, që o zhatë, dhe të këthejmë të vendlindja. Unë dy herë kam praktisë këtë shatë, pa dëshkërën time. Njerë si shta basa berat në vitin 1965, si 4 jeshar, në kujtojë të shumë gjëmë, u shpërgurëm në Gurs. Në Gurs të stacionit e imit, shumë gjyshër tuaj, edhe prindëri tuaj, në borëm që spaku e kanë shuajtje. Kaqë, së përshkoj më e nërë. Në Begras, e në shura Begrasin për të dytë, në maj, mars, në fondë marsin në vitin 1999. Në lojën stanaj, kemi ndarë dhembët në të tjerët. Nuk ishte ma kesh se me I parë se nga se si digjeshin kërët ardhënore. Aplikoj luft e tipit tokës e djekë. Gjithka që është qytare djekë. Banimërojë me disa trit të shatit këtu në lojën tonë, ku kishtë ma kesh se për shtetit për ishtë se si digjeshin gjitha fshatrat nga në mëra. E pan djekin e fshatit këndëvar. Kur dëshin në fushë të madhe, ku kishtë ma kesh për ishtë se si digjeshin fshatrat nga ana e shtarit. Pra një nga një. Dhe naturisht pra u desht që të praktisim Kosovën në fond të maj, një muaj kemi qenë në Qigrat dhe pastaj me 10 maj kemi shkuar në Norvegji. Atja si shta baca berat nuk e zotën, jam mundu me lanë gjumë, kam barë pak. Ju keni marë pjesë në luft, keni honë në dashërit të jemaj. Po vesh një gjënë banë, krenar, që kam betë shumë i vojtur, po mendoj jo I vojtur po se po e I shkënduar si shpërmshiri. Po ndesha të materialisht ndështë I dobët, po shpirtin është I mburë shumë, sepse edukoj fëmijët atje. 19 vite për në gratis në Oslo, 4 vite për në gratis në shkollë tjetër. Ju I formua grupin e valtarëve Shqiponjat, shkurt, kemi prezentuar kulturën shqiptare me 8 këti muaj, dhe kanë shkëllqyë në zënësit kemi qenë në objektiv në gjitha mendjave tjera. Ka që ka mundu me bo, për tjera nuk do të lasë. Veç edhe një, është interesant se mande për vendlindje nuk shot kur. Rasit janë diçka e veçantë që ende si kanë zbuluar misteriozë, gjërat misteriozë. Flitet për një qers Dickens. Nuk o të më ne kam gabu, së është në rëndësi, po që kishte pas shumë nostalgji për vendindje. Kishte shku në një turne një 5.000 km larg, edhe aty kishte fitu dhe primtarin e ti. Aqë shumë kishte dash vendindjen sa në vitin 1899 kishte ndruar jetë. E këshin morros në atë qytet, në atër dikon Amerikë kishte këngjallë. Në majtat e vitit kishin rënë shumë të reshka edhe rrëmat e Wolfit e kishin partur përfomën e si në priqet e Atlantikut dhe kishte ortuar përfomën e ti gjatë gjithë shtetëve në vendlidje e kishte si në vendlidje përfomën e ti. Peshkatarët e kishin parë një arkivar dhe kënatuar dhe kur shofin e shojnë emrin e ati artistit, që ashtë shumë e kishtë ndash vendlidje. E varosin për herë të dytë,
Kjo është pra jo malli që desha të më për venditin për ju që kam pas gjithmonë. Urojmë të ardhmen në gjithat mirat e fshatit tim, sepse në shuaj mirë, ndoshta e kam, jo s'ka boj, do ta shuaj gjithmonë, sepse se kam ndruar me asgjë. Andaj juve, faleminderit që keni marrë rruga gjatë, me ardha e gjithë, po mirë shumë kesh, por i invalid me nderuar neve, kjo dishka të më thënë ashtojë për më. Dhe të kishë të është me folë, me orë e me orë të tëra, por nuk mundëm, për shkak se jeni një tjerët kanë nuk thyrë Shqipëria tjenë. Po veç t'i përshëndes se njerë edhe mysafirë që në kanë orë prej Prizreni, Prishtinë, sidomos, këto janë aktorët kryesor të librit, në kryinë dhe në Gjimë Sadria, është Argjim Lejmi që në përshëndes shumë, është dëshmori i lirisë, është Selim Krasniqi, pa armër në pasashtin e Sefer Kleshkës, pra mikër Muslim Zhëmër Seferi. Nga thërësia se në mësoj gjithat minët, kam dëshirë gjithmonë dëshirë mirë për këtë shatë, për gjithë juve që në keni ndërruar. Sot e shpërblet dhe i bëgurë. Krejt për fund, dhe të përshëndesë një mikë nga premtar që në një ushtëria Shaban Qupi, një dorë të rëgjike për një vërtu Shaban. Për Gjemal Bushi, autori i misionit Rrethët Gjakut, i cili rëgon me gjenëzi traditat dhe kulturën shqiptare, është prezentu. Edhe karinarinë në gjeneratës sime, sepse kështë e gjeneratës Selimatoreskë, familje, Zariat e tjere, kemi edhe Zymër Sajtin, kjo është njëri modest, është i turp shëmbone e quaj, është menqorak i Radio Zërit Armët. I përshëndesë njerë faleminderit, e tash të lë fjallën organizatorë.
autorit librit bashkëvendosit pra mikët i Britrena. Mirënjohja tjetër ka qenë pak më e rastit më e mëtatë se është bo e kas në shkuar kur e kryali pronomen, ka e ditë sigur që do të navjen atë atje shtarëria për shkues. Kjo shkollë e ka po të arsyesh të mirënjohjes falënderimit ka esë atë të gjithë shtarëria. S'kemi pregatit shumë se që nuk është për vjetorin Radioson, vetë kemi dasht me i ndëru disa që i kemi ndëru në për vjetorin e 17 të radios, për mas pari një liber dhe gjallërojmë, pra është i libri me fesar të uda shqiptare dhe Gjem Sadriaj. Edhe një liber, edhe për një plak tur që pa të ndejnë me taku në banjë të Klokotit, zotni Esrem Reçari e kam shkru besoj se të pranon. Ajnë pra, a përshëndetje. Përshëndes të gjithë pranisëve ju përshëndes të përzemën ta, edhe një njerë më saj e falenderoj këtë zotëriu emri Trenën që në ka të bu kështu, që këto fyre si këmë po furë në dritëshme, edhe gjithë inshallah e qojmë kështu me bëmirësi, se popull ma i dashën se shqiptarët nuk ka. I mjarë piso areke, si fshatit, që ka promovu librin kë, edhe na jemi gëzu me atë punë, dhe gjithë kush duhet më gëzu për një njeri kur ka këtë ide, këtë përparësi, në vynë për brezat e arshëm me pas libra të shenjta, qëfare ka punu i mriu. Ju falenderit gjithëve. Falenderit. E kisha lu zëtni Ferat Shalën që ta mërë një dhërot modeste, e ta falenderojmë që është në mesin tonë. Nga burimi në ka ardhur një plak i urtë që kemi shumë respekt është zotni Bosh Pekaj. Do t'ja dhuroj Apollet vjenë. Atëre, nëse kemi arru, asësi si të arru në kryetarin e Kuvendit Kashaniku Zotri Besimi Lazin, po ja do t'i mërë 2 libra, edhe një këtu edhe një kemi shkrur atje, pak më ndryshe të ta mash. Faleminderit shumë. Një letjet edhe për mësuesin të dëshmor, për Qamiri Lazin, për komandant Bardh. Kemi edhe mikët bëzhusët nga Shqipëri, do të
Shlej edhe pak zanin, si po një të shlej edhe pak zanin. Shlej, Leli, shkoj. Borë, Shqipja, e ndërruar që të nëpër disa libra adorat. A i dërruar Liza Vorti. Që kjo komplet i librave është për dëgjuesit tona edhe për mësuesin e nderuar për arsimtarin Liza Vorti, që ka ardhur këtu për me në nderu prej Laçit, apo? Si kemi arru shumicën, do t'i marim librat pastaj, veç t'i shpërndajë disa milion shpejt, Shaban Qupin e kisha propozu, e kisha lutë që t'vjen, që mati është ndarë kjo, pastaj Alimani në të përgatitet, 20 kreve një, Shështëria Kulturale Artistike Timujt e Vendlindjes, edhe bashkëvendasim që ka kontribuar aty zërit të Arbrit, Mërgjan Gashi, me vlezër 1 milion i ka këtu, edhe në fund drejtori shkollës, pra zotëri Bajram Gashi 1 milion të veçantë. Si Alimani, profesori Zafiri, pastaj Shqipëria Kulturale Artistike Timujt e Vendlindjes, Xherdet Fisër, edhe Mërgjan Gashi edhe një fotografi që shumë për zemrët e kam është autor Ismail Lullanaj, një aktor indjeri shumë mirënjohur, është edhe në fotografi presidenca tjerë. Këtë e veçantë për drejtorin e shkollës dhe për këtë tempuj të diturisë, 7 shtatori, Bajrami di që do të më bëjnë kujtim. Librat Amir, leti mirë, ose Amir. Edhe për ju, sepse në 2 orë kam avtu për aeroport, në mesin e atyre që kemi nderu janë mysafirët që në vinë nga larg fillimisht, është Letërnditën, Shefqet Kosova, është, ose emër dikush tjetër, pastaj është Ibrahim Panjuzi, është një bashkëpunëtor i ndjer, andaj shpejt kushtin familjes ati edhe vllajt zotëri Krasniqit, Ali, është Avdyl është i ndjer i shpejt kushtin. Mirë, atë Fazilian Tegmi, nëse është këtu, le shkojnë atje, Avdyl Janus Krasniqi, Alush Halil Seferi, Gjavit Mak Shema e ka shkru, po dhe të kisha lutë që në të shkojnë tek vlaja të me i morë librat, apo në të mërë të kush në mërë të atyre. Mirë. Janë të ndëruar me libra edhe Alush Halil Seferi, Gjavit Mak Shema, Halil Janus Krasniqi, pastaj me Rak Qiku, Fadil Recep Krasniqi, Hajimile Krasniqi, Muharrem Gashi, Ibush Apeka, Selemin Morina, Fatos Deli Ismaili, Shpejtim Bityqi, Selim Krasniqi, Agim Reçani, Naim Salih Krasniqi, Roshdi Brajna, Gjim Buqi, pastaj edhe Nureddin Bityqi. Prej komunës sot janë kështu besovja, është doktor Fadil Gashi, doktor Skënder Gashi, doktor Ibush Ljusha, Ramadan Ljusha, pastaj është Menderes Gashi, të Universit Fajk, Beqir Krasniqi, Milaim Regjeti, Bajram Gashi, Nazmi Gashi, Fadil Krasniqi, Naim Ramadan Gashi,
Shqeqeri Trena, pastaj është Elmas Trena, Erman Juta nga Furgashi, doktor Astrid Sekoli se di është tu, Astrid janë ka, edhe Bektesh Juta është një pijim këtu. Këto libra i merë një tek vllai atje. Nëse se ne ka morë vesh në kush emrin e vetë, ato që janë shtru, pra janë të të emrat, edhe të shtru në libër, për ndryshe ma të tjetën e vazhdo. Une duve shfrytëzura ose në diçka nuk e ku pas me ndu, une kam shumë meqe dhe sa mirë, që kam dëshirë për udhuru diçka një dhurat, sa të modeste, po kësaj radhe, dora e parë, ose primare, ose a gjatë gjemë sa dria, prandej, du me adhuruni unim dore nga dorët e mija, dhe të arrujë për kujtem familje. Du me thonë diçka, është pregaditur ushqimi këtu në stans, do të afromi, do të pim diçka, do të hajmë diçka nga këto ushqime tradicionale që kanë pregadit. Miku Rustem ka pru prej tremice dhe gjëra e edhe nga këto diçka dhe të kalojmë. Edhe tani masande dhe të shkojmë te oda e Luzhës, te oda 200 vjetare e Luzhës muze. Ju falenderit shumë. Ore kushte ka shana shëndia, dhe pezere, ka haja betet. Hajde të ore, a perfect. Hajde të vetosh. Po moj artist je po kanë. Shumë bandere. Shumë bandere. Shumë bandere, zotje bakbe. Hajde më ca imri. Nimbet no. Olha, vamos pro passo. Olha,
Haide, Guț, zăim la vânat. Ce m-a plecat. Mă lai, nu merg. Ja la moja samara, ja la naš put, kraj, može ja te ljubim. Ora da bije da kaj,